Për të garantuar zhvillimin në normalitet të koncertit të Kanye West, policia ka caktuar disa kufizime në qarkullimin e automjeteve rreth zonës ku është ngritur Eagle Stadium, në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës. Më 11 korrik nga ora 7 e mëngjesit deri në mesnatë nuk do të lejohet lëvizja e automjeteve në rrugën dytësore për në hyrje të Tiranës nga kompleksi Eiffel deri te Casa Italia. Në këtë aks mund të lëvizet për dalje. Autostrada Tiranë-Durrës nuk do të jetë bllokuar nga dy krahët. Është menduar të bllokohet vetëm pjesa e daljes nga autostrada Durrës-Tiranë, që vjen ke pjesa e Agnës, është pjesa e daljes rrugës dytësore. Që vjen të djathtë, që futesh poshtë. Që vjen të djathtë. Rrethi Casa Italias komplet është në lirë. Mesditën e 11 korrikut për 12 orë deri në mesnatë do të ketë ndalim të qarkullimit përreth stadiumit pranë Casa Italias, rruga Pavarësia dhe rruga Sokrat Miho. Në të njëjtën fashorare, rrugët Sokrat Miho, Kasem Shima dhe 7 nëntori do të funksionojnë vetëm me sencëdalje. Është menduar që do vihet nëpërmjet linjave që ka vendos pjesë e bashkisë edhe me taksi. Me transport publik. Me transport publik. Është menduar për të pajis me kordon që të futen për një perimetër sigurt, të futen taksit, autobusat, bëjë zbritje personave dhe pastaj të vazhdohen. Policia do të jetë aty për të menaxhuar nga momenti kur personat që kanë bler bileta do të hyjnë për në stadium në orën 18, ashtu edhe daljen nga eventi të fansave deri në mesnatë. Makina private mund vihet, të lej personat, të lëvizi, nuk ka vend për parkim, se imagjinohet vinë 35.000 mjetet për parkuar. Vjen ke zona e Casa Italias, futet poshtë Casa Italias, është në kordoni sigurisë, mund zbresi, të vazhdoje, parkoj lart pastaj edhe mund vit ka aktivitet. Për shkak të eventit parashikohet që të ketë ngjecje dhe bllokime trafiku edhe përtej thesës së Kamzës për hyrje të Tiranës nga ura e institutit deri te mbikalimit te Casa Italia. Për të shmangur radhët, policia kërkon mirëkuptim për përdorim të akseve alternative.